Shëndet, fjalë e vërtet. Siç e shikoni nga vetë titulli, sot u përpoqja të bëj taf kosi Elbasani në tenxherën time me presion. Kjo sepse shumë për jush më keni kërkuar të bëj më shumë video te tenxherja ime multicooker. Që t'ju them të drejtën, ma ka lehtësuar shumë ditën se i fus gjitha përbërësit brenda tenxhere e mbyll kapakun edhe ajo i bën gjitha vetë gati. Madje unë e bëj gjellën që mëngjes dhe kur kthehem nga universiteti e kam bukën vetëm për ta ngrënë. Atëherë unë i kam nxjerr këto kofshat e pulës në 25 minuta, siç e shikoni këtu, dhe pasi kanë nxjerr mishi i pulës, do të shtojmë një dorë oriz. Do ta lëmë me kapak të hapur që të zej për një 5 minuta të tjera dhe ne ndërkohë bëjmë salcën me kos. Në një tas kam hedhur 5 lugë kos, kam shtuar dhe 3 vezë të plota. Do të shtojmë dhe 2 lugë gjelle me miell. Krip nuk i hodha se ka vetë krip lëngu pulës që zjeva. Tani do të marrim mishin e pulës dhe do ta transferojmë te tepsia te tava që do bëjmë tavën e kosit. Dhe brenda të lëngut do shtojmë salçin që përgatitet me vezë, me kos dhe me miell. Do ta lëmë që të zejë në zjarr të ngadalë për 5 minuta dhe pastaj do ta shtojmë dhe atë te tava te mishi. Nuk ka tavë kosi, po nuk pati pak gjalpë edhe vaj përsipër. Tava tani duhet futur në furrë në 250 gradë për 20-25 minuta. Shëndet Brendon, shëndet. Dhe me që kemi ardhur në fund të recetës, doja t'ju rikujtoja që shumë për jush që shikoni videot e mia i bëni like, i komentoni, por nuk keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Shkruani në komente se çfarë të përgatis në videon e radhës. Bashkë do të shihemi në videon tjetër. Ciao.